Me komedin Fluturimi mbi teatrin e Kosovës të teatrit Adriana nga Ferizaj, mbrëm në Tetov filloi festivali ndërkombëtar i teatrit. Drejtori i teatrit Hasime Mishi Sopi theksoi se edhe këtë vit festivali do të sjellë për 6 net radhazi trupa teatrore nga vende të ndryshme, të cilat do të paraqesin artin e tyre para publikut tetovar. Shfaqja e parë është nga Ferizaj, nga teatri Adriana, Fluturimi mbi teatrin e Kosovës në regji të Agon Miftarit, një komedi e lezetshme mbi pavarësinë e Kosovës, një parodi dhe shpresoj ta shijojë publiku. Natën e dytë është Teatri Kombëtar i Prishtinës me shfaqjen Art, natën e tretë është Presheva, një dorëzim në Spokan, natën e katërt është Gjilani, natën e pestë është Teatri Gostivarit dhe natën e gjashtë do ta mbyll Teatri Tetovës me shfaqjen e Afrodita Nehuj. I pranishëm në hapjen e festivalit ndërkombëtar të teatrit ishte edhe kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami. Kasami tha se bashkëpunimi me teatrin e Tetovës do të vazhdojë edhe vitin e ardhshëm në drejtim të begatimit të jetës kulturore në Tetov. Për këtë vit parashojmë edhe 2 shfaqje të tjera për fëmijë dhe sigurisht një bashkëpunim me teatrin edhe vitin e ardhshëm do të jetë në buxhetin e komunës Tetovës, do të parashojmë shfaqje të cilat do të jenë të realizuara në përkrajet të komunës. Pra komuna jo vetëm që do të punojë në ndërtimin, themelimin e institucioneve komunale, por do të bashkëpunojë afër edhe me institucionet qendrore, institucionet nacionale të kulturës për ta begatuar jetën kulturore. Përndryshe sonte në natën e dytë do të paraqitet shfaqja Art nga Teatri Kombëtar i Kosovës me autor Jasmina Reza në regji të Bashkim Ramadanit. Ndërkaq nesër paraqitet Teatri i Qytetit Abdullah Krashnica Preshev me shfaqjen Një dorëzim në Spokan, autor Martin Megdonak, në regji të Afeida Boriçi Mehmeti. Të gjithë qytetarët që dëshirojnë ta mbështesin teatrin mund ta bëjnë atë duke blerë biletën prej 200 denarësh, ndërsa për ata që duan vetëm të ndjekin shfaqjet, hyrja mbetet falas. Mbështetës të festivalit janë Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Maqedonisë së Veriut, Komuna e Tetovës dhe të tjerë.